Në mënyrën politike isha ajo që thoshte bashkëshortes shko prit të takosh Alex Soros, mos shko te ambasada se ambasada s'është më me neve se ka fituar Donald Trumpi. Prit të tako ata Alexin, besoj keni lexuar ato. Po. Tako Alexin ti se Alexi zgjidh këto punë. Alex Soros. Pra edhe kjo është një mënyra më si thon asaj. Më shpifarake në gjuhën popullore, sepse vërteton dhe një herë që drejtësia në Shqipëri dhe mënyra se si lirohen politikanët, u lirokan me qoka politike. Dhe kjo ka rrëzuar njëherë e mirë edhe pretendimin që këta kanë ndërtuar një drejtësi të pavarur. Se në momenti që ti i thua njeriu tënd, pra numri 2 ose numri 1 i Bashkisë së Tiranës, bën ato kapërcime, duke thënë që tako X-in Y-in që unë të lirohem, se këto biseda kanë qenë në datën 11 dhe 12 në kohën që ai ishte ditën para masës sigurimit, shqyrtimit në masë sigurimit në apel. Dhe kjo ka qenë ajo për cilën sot i ka bërë të gjithë qytetarët, i ka bindur që Eri Omelia, pas ka qenë një personazh të mase negativ dhe kush mjerim i madh nga kush është udhëhequr Tirana për 10 apo 11 vite e fundit. Prandaj që rruga që ai zgjodhi ishte një rrugë jo institucionale, jo e lishme, padyshim edhe një rrugë kriminale. Si është e mundur që e ka ndërmarrë një hap të tillë, ndoshta duke ditur që edhe mund të përgjohet, apo ka menduar se ka aq shumë pushtet edhe ndoshta dikush i ka dhënë garanci se mund të fitojë lirinë? Shiko, ku shkoi Henry Kissinger, ka qenë diplomati më i madh në SBA, ka ndëruar jetë moshë 100 vjeçare. Edhe ku shkoi në Kinë për të parë, edhe i thot ai kinezi, o të Xiaoping kush ish nga ata, i thot sa i shëmtuar je, i thoshte Kissingerit, i thosh si ka mundësi që ju të qepen të gjithë femrat e botës më të bukura, ti je kaq i shëmtuar. Edhe ai thoshte pushteti, tha ai, është afrodiozik dhe ta krijon këtë mundësi që kur ke pushtetin, ai më i shëmtuari të duket më i bukur, të duket më king, të duket më edhe punë e Velis. Pushteti e bëri që të duke i fort, i fuqishëm, i bukur, pra kjo është ajo që të bën pushteti. Kështu që Erion Velia mendonte se kishte pushtet, por harroi që ai ishte i tradhtuar nga të vetët, ishte tradhtuar nga ministri i drejtësisë, ishte tradhtuar nga Edi Rama, pra ishte tradhtuar nga të vetët. Është si puna atyre që shkonin në kohën e komunizmit, Beqir Balluku me shok, shkonin në burg ata dhe i dërgonin letra e Roxhës, se Veri nuk dinte gjë që ata ishin në burg, se fajin e kishte me Metsheu. Edhe puna e Erion Velis nuk e kishte kuptuar akoma, e këtë të fajin e kishte Sirmania, jo mor, fajin e kishte Edi Rama, po se kishte Sirmania. Kështu që historia përsëritet, po kur e kuptojnë këta shumë vonë, pasi ka marrë rrugtimin për mos u dalë në Hamburgu për sa vite. Duke u referuar ministrit të drejtësisë në përgjimet që kanë dalë në media, Erion Veliaj hakërrehet pikërisht ndaj Ulsimanjës, duke thënë që do ta mbys me thonjë, pikërisht për qëndrimin e tij në raport me burgosjen e Erion Veliajt. A mund të themi në këtë rast se ka lindur një luftë e hapur brenda Partisë Socialiste? Po, pyetja është, kush e kontrollon Ulsimanjën? Ulsimanja klani kujt është? Është klani i Edi Ramës. Apo jo. Tani ju mendoni se Ulsimanja ka vepruar pa dierinë e Edi Ramës? Po ato përgjime kanë shkuar më parë te Edi Rama, sepse përgjimet janë kryer brenda institucionit të budjetërimit. Kur torturoi Kadria Zbiu me grupin në 82-shin, ato torturat i shikoten me Roxha, pastaj dilin në gjyq. Edhe kjo punë tani. Edi Rama i kishte parë të gjitha përgjimet dhe Erion Velia tani akerroi Ulsimanjës. Po jo mon, Erion Velia duhet akerroi Edi Ramës. Kjo ishte ajo, sepse Ulsimanja po ta shikoj para sa ditësh, do të thënë glorifikonte Edi Ramën dhe mbi Zotin ishte Edi Rama, s'kishte tjetër. Tani Erion Velia është naiv që mendon që fajin e ka Ulsimanja, por gjithsesi ky është perceptimi i tij. Por lufta brenda Partisë Socialiste ju e dini që
është klani i Zotit Xhafa, është klani i cili mbron Zotin Velia. Zoti Xhafa, ju e dini që në 2021 Edi Rama e nxori nga dera, po Erion Velia ja futi nga dritarja me atë hersin e famshëm, atëre mblodhi vota, vuri gjithë deturazhin e bashkisë që votoi për Zotin Xhafa, gjithë policia bashkiake e kohës, pra gjithë i nuvi qa kisha i në dorë, punuan për Zotin Xhafa, i cili kaloi dhe hersin dhe mori shumë vota, rreth 16.000 apo 17.000 në Tiranë. Kështu që ky është klani që ndërmjet Erion Velis dhe Edi Ramës. Por klani Erion Velis tani është në vështirësi, sepse ata po ja shkrin, ja ka larguar të gjithë drejtorët e bashkisë, dhe kur them ja larguar njerëzit më besnik të Erion Velis dhe administratorja e re e bashkisë, që është vendosur aty nga Edi Rama, po vendos njerëzit e saj, njerëzit e Edi Ramës edhe në bashki. Kështu që Zoti Velia t'i lutet prokurorit që mos i vendosi grupin e strukturuar kriminal aty brenda, sepse nëse tani rrezikon nga 7 deri në 15 vite burgim, do rrezikoj nga 10 deri në 20 vite. Dhe 10 deri 20 vite me gjykim të shkurtuar i bie të dënohet 12 vite. Do thosh ti, okej, si a shumë 12 vite, pa problemi është që ka vetur 60 vjeçë dhe kështu që është harruar fare që ka qenë dhe kryetar bashkie, jo më në politikë histori tjetër. Erion Velia në përgjimet që kanë dalë në media përmend edhe një nofk që e quhen redaktori. Kush mendohet se mund të jetë në këtë rast? Redaktori, shiko, Erion Velia ka ndërtuar një grup të madh në bashki që merresh me imazhi, kuronte imazhin e tij. Imazhin e tij padyshim edhe punët virtuale të bashkisë së Tiranës, personazhet 1 milion, kishte filluar 2 milion pemë që të mbilleshin në Tiranë, ti numërosh 2 milion pemë, s'ka gjithë Shqipëria jo më në Tiranë, se ne jetojmë në Tiranë dhe unë nuk e di ku janë, dhe kishte ndërtuar tamam një, si thonë asa, një enturar shumë të madh, se 12.000 punojnë që ka bashkia Tiranës, nuk i ka thot as bashkia e me madhe, ku mund të them, nuk e di kush bashkia me madhe në Europë, mos të gaboj, po besoj se Berlini do jetë, kishte 6.500 punonjës. Kështu që Zoti Velia e kishte ndërtuar imazhin e tij dhe PR-in e tij mbi ku kishte caktuar për këto disa persona. Nuk e di ku t'i thonë redaktori, sepse ai ka shumë media që kanë punuar për të, ka shumë gazetar ka punuar për të, ka shumë portale që pagueshin nga Erion Velia dhe unë e di shumë atë që ju jepte, portale që jo vetëm janë portale që lexohen, por edhe portale që janë kthyer edhe në televizione tashmë, që pagueshin na 2.000, na 3.000 apo deri në 5.000 euro analistë të ndryshëm në për studio që mbronin Erion Velin. Kështu që nuk e di sepse ai kishte një enturazh, një staf shumë të gjerë dhe redaktorët mund të jenë të shumë, por kush është ky redaktor apo kryeredaktor nuk e di, por besoj se ju gazetarët, duke qenë që jeni më afër dhe mund ta keni kolegë, keni besoj informacionin më të plot.